Fermerët e qarkut të Gjirokastrës kanë nisur aplikimet për të përfituar nga subvencionet në bujqësi. Shumë prej tyre thonë se kanë qenë përfitues edhe në vitet e kaluara. Kam 9 vjet hiran të 10-in dhe bëj subvencionime për aplikim për subvencionim për bleta. Unë kam 150 blet dhe marr rregullisht lekët. Jo me shumë problem se më ndihmon kjo zonja. Kam 30 vjetë, unë jam me rregullta nga blektorët, me shtetin, me subvencionet që marrë me të tëra. Kam 300 dhënë edhe 50 kokë dhi. Kam blete, kam plot në të tëra. Për këta fermer, mbështetja përmes subvencioneve ka qenë një ndihmë e madhe, duke ndihmuar në zgjerimin e aktivitetit të tyre bujqësor. Subvencionet që marr unë ndihmë është, blejmë sheqer për ndihmë, blejmë marr naftë. Nuk plotësoj, po peshqit mirë janë dhe këto. 10.000 lekë. I marr 1,5 milion të vjetra në vit. Ato i kam për braktit. Do paguaj ilaç, do paguaj matrikull, do paguaj këto, shqyqyr, bereqave. Mirë, deri tani, na iku mosha, edhe jemi drejt të fundimit avash. Është një mbështetje, s'kemi punë tjetër ku të vazhdojmë. Vetëm blektorin kemi aty në fshat, ka bujqësia nuk është. U kam patur 100, harita 150, harita 200, tani aq se shtojmë edhe më lart se si ma ndot, se na ikën mosha. S'kemi dhe kullotat ja për përzitje të tjerë. Kemi vështirësi kullot dimërore. Megjithse aplikimi mund të bëhet online, shumë fermer zgjedhin të drejtohen në agropikat lokale për të marrë orientimin e duhur lidhur me dokumentacionet që duhet plotësuar. Aktualisht në qarkun e Gjirokastrës funksionojnë 2 agropika, një në Gjirokastër dhe një në Përmet, të cilat u vijnë në ndihmë fermerëve në çdo hap të procesit.